Përshëndetje miq të dashur, siç mund ta shikoni nga videoja, nuk është një video e zakonshme gjuhës italiane, por do të shpjegoj një video për sa i përket rrobas qepësisë në kushtet e shtëpisë. Sot do të filloj me këtë seri të video, duke qenë se kam edhe prindit këtu, dhe mund ta shikoni zonja Luiza, që është nga kanali, që jemi duke bërë një bashkëpunim me kanalin në punime me Gre dhe me Shtiza, që ka zonja Luiza, pra që është mamaja ime. Dhe babai që po filmon këtu, që po më ndihmon, pra po shfrytëzoj rastin që kanë ardhur nga Italia dhe po më ndihmojnë. Sot, si mosim të parë, do të kemi të bëjmë me marrjen e masave. Si marrin masat në rroba qepësi, të fundit dhe të fustanit. Dhe të fillojmë pa humbur kohë. Ja, mund të vish pak më këtej zonja Luiza? Në fillim fillojmë me shpatullat, edhe kënë gjithmonë mbrapa. Shikojmë? Po, kështu. Me shpatullat, pra, i marrim te kjo kocka që është këtu, dhe te kjo ana tjetër te kocka këtu. Këto janë shpatullat. Shumë merret masa e shpatulla. Këtu doja të shtoja në qoftë se ndonjëra është rroba qepse me eksperiencë, pra kam mbaruar për rroba qepsi sepse unë jam autodidakte, ju lutem të më korrigjoni. Tjetër kemi supin. Supin e matim nga kjo qafa këtu, edhe deri ku mbaron supi. Në rregull, e pam. Po, shumë mirë, do të marrë letrën. Tjetër kemi qafën, mund të kthesh pak zonja Luiza. Qafën. E kemi një se kam mba pak se kam këtu. Qafën, edhe masim kështu. E pam? Dhe qafë pak që të jetë e lirë, që të hyjë të dali bluza që do bëjmë. Në rregull, dhe pjestojmë për 6, kurse shpatullat për 2. Në rregull. Pastaj kemi tjetër, kemi gjoksin. Gjoksin. Era po bëma një video, I dëgjoj pak edhe mamullë. Dhe gjoksin e kemi këtu. Dhe e pjestojmë për 4. Pastaj kemi belin. Edhe belin me 2 gishta këtu, që të futet, pra të kemi lirshmëri. Dhe e pjestojmë për 4. Pastaj kemi viset. Viset më të duhet jetë te pjesa më e dukshme ose më e bollshme e viseve. Dhe e pjestojmë për 4. Në rregull. Tjetër kemi lartësinë nga supi deri tek maja e tek supi këtu, deri tek cica, tek në kështu mund ta themi tek maja. Te mesi i gjoksit. Te mesi i gjoksit, në rregull. Te maja këtu gjen lartësinë që do vi pastaj pinca këtu, që të rregullohet. Po ky modeli nuk ka nevojë sepse është copë zharse. Jersey ose zharse si është në shqip, dhe gjithashtu edhe këtë model unë e kam bërë Luizës. Unë e kam bërë këtë modelin. Gjithashtu kemi diferencën nga pjesa këtu, të pjesa tjetër, nga pjesa e djathtë në pjesën e majtë të gjoksit, që i ndajmë për gjysmë. Tjetër kemi për të gjetur belin, supi, nga këtu, supi, e merë, shikon supi, gjoksi dhe beli, gjatësia për para. Gjithashtu në mbrapa të njëjtën gjë, ka disa formula, po janë disa shkolla, që një e bëjmë kështu shtremët dhe gjën nga mbrapa, ose e vëmë dhe këtu. Një pak 2-3 cm do ndryshoj, nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Tjetër, kemi edhe gjatësinë totale, sa e duam. Ka shkruaj pak më lehtë çka? Gjatësia totale. Në rregull? Ta shikoj edhe një fletë se mos kam marruar ndonjë gjë. Po, kemi edhe krahun tani. Krahu, për ta gjetur, e bëjmë kështu krahun, masën e krahut. Pastaj bëjmë kështu. Kjo, do ta mbajmë gjithmonë pak të poshtë krahun. Kur e bëjmë deri këtu, është 3/4, kur e bëjmë të gjithën është komplet. Pastaj kemi edhe kuqin e dorës. Në rregull. Këto ishin edhe masat për një fustan ose edhe për një fund. Në qoftë se dëshironi mësime të tjera si kjo që bërëm tani, unë do t'i bëj disa.
Do të rishikojmë në videot e tjera. Shpresoj të kemi ndihmuar, gjithashtu nëse jeni ekspertë më ndihmoni dhe juve. Dhe tani ja zonja Luiza po tregon fustanin që kam bërë unë. Ka 2 vjet që kemi bërë? Kemi 2 vjet. Në rregull, mirë dëgjofshim. Faleminderit për vëmendjen.